Mos hani çokolata Dubai, paralajmëron Gjermania pas analizave të bëra. Çokolata e mirënjohur Dubai nga Emiratet e Bashkuara Arabe tregon analiza, është e ndotur deri në atë pikë gjatë procesit të prodhimit saqë është e papërshtatshme për të konsumuar. Shumë përbërës të dëmshëm janë gjetur në mostrat e çokoladës nga Dubai të importuara në Gjermani, tha të njëjtën Ministria e Konsumit e Shtetit Federal të Baden-Württemberg. Nga rastet e mashtrimit deri te rreziqet për shëndetin, pothuajse gjithçka u zbulua në testet e para të çokoladës të importuar nga Dubai dhe tha ministri i Baden-Württemberg për mbrojtjen e konsumatorëve Peter Haux. Të 8 testet e ekzaminuara nga zyra provinciale e kërkimeve kimike dhe veterinare gjetën ndotës alergjen, ngjyra artificiale dhe yndyra, me përjashtim të gjalpit të kakaos, e vetmja yndyrë e lejuar në çokoladë. Për shkak të numrit të vogël të mostrave, nuk mund të flasim për një trend, por gjetjet janë shumë shqetësuese dhe na kanë shtyrë të bëjmë testime më të gjera, tha Hauk. Çokoladat e testuara nga Dubai janë produkte të importuara nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia. Susami u gjet në disa çokolata edhe pse nuk ishte i shënuar në paketim dhe në disa çokolata u gjet edhe vaj palme, i cili gjithashtu nuk u raportua si përbërës në çokoladë. Çokolata e Dubait ka qenë një hit i madh në Gjermani muajt e fundit dhe është një nga ushqimet më të njohura në tregjet e Krishtlindjeve.